Në arkivat austro-hungareze, sub kodull dosja shqiptare, sekret absolut, u zbulua një dokument që autoritetet e Vienës e kanë mbajtur të fshehur për më shumë se 100 vjet. Letra personale e Ismail Qemalit drejtuar ministrit të jashtëm të Perandorisë, shkruar me dorë në natën e 28 të tetorit të vitit 1912, përmban premtime aq të rrezikshme sa edhe sot historianët debatojnë nëse ai i trahtoi interesat e popullit të tij apo thjesht luajti të vetmin lojë që kishte në dispozicion. Në këtë letër, themeluesi i Shqipërisë moderne ofronte koncesione ekonomike, territoriale dhe politike që asnjëherë nuk janë bërë publike në mënyrë zyrtare. Por çfarë e detyroi këtë burr krenarie, që kishte kaluar 6 dekada duke u betuar për pavarësinë absolute të atë të bëjë kompromise kaq të dhimbshme? Cili ishte çmimi i vërtetë që Shqipëria pagoi për një bilet hyrëse në tryezën e kombeve të pavarura? Dhe sa nga këto premtime janë zbatuar fshehurazi edhe pas vdekjes së tij? Ismail Qemali nuk ishte një idealist romantik që ëndërronte për liri duke lexuar poezi nacionale në dhomën e tij të studimit. Ai ishte një diplomat i shkolluar në mjediset më të sofistikuara të Perandorisë Osmane, një burr që fliste rrjedhshëm 5 gjuhë dhe njihte sekretet e pallateve perandorake më mirë se shumica e ministrave të kohës. Karriera e tij filloi në kulmin e pushtetit Osman, ku në moshën 35 vjeçare ishte zgjedhur antar i parlamentit të parë Osman në Stamboll. Por edhe atëherë, në ato sallone të mbushura me tymrin e hukasave dhe me intriga të pafund, ai nuk fliste kur hapur për ambicjet e tij të vërteta. Kolegët e tij Osman e konsideronin si një modernizues të moderuar, një njeri që donte reforma brenda sistemit, jo jashtë tij. Por dokumentet sekrete nga arkivat britanike tregojnë një histori plotësisht ndryshe. Që në vitin 1888, Shërbimi Sekret Britanik kishte raportuar se Qemali mbante takime të fshehta me agent të huaj në kafe të vogla në lagjet periferike të Stambollit. Një raport i koduar nga agenti i MI6-s me pseudonim Balkan Observer përshkruan një takim veçanërisht intrigues. Qemali, i veshur me rroba civile të thjeshta për të shmangur vëmendjen, hyri në një shtëpi private në lagjen genoveze të qytetit ku e priste një diplomat i Austro-Hungarisë. Takimi zgjati 4 orë dhe sipas raportit britanik, 2 burrat diskutuan harta të detajuara të territoreve shqiptare që mund të bëheshin zona të ndikimit austriak në shkëmbim të mbështetjes për një autonomi të kufizuar. A ishte kjo prodhë e fantazisë së spionëve britanik që donin të krijonin përçarje mes konkurrentëve të tyre evropian? Apo Ismail Qemali kishte nisur lojën e tij të madhe diplomatike shumë më herët se sa mendojnë historianët zyrtar? Jeta personale e Qemalit ishte po aq e komplikuar sa karriera e tij politike. Ai u martua 2 herë dhe martesa e tij e parë përfundoi në mënyrë dramatike kur gruaja e tij, një grua nga një familje e pasur osmane, e braktisi pasi zbuloi se ai kishte filluar të fliste hapur për ide nacionaliste shqiptare. Ajo e konsideronte këtë si tradhti ndaj Perandorisë që i kishte dhënë gjithçka.